Kryetari i LDK-s Lumir Avdigjiku prezantoi sot agjendën e qeverisë së unitetit, të cilën kjo parti synon ta formojë së bashku me të gjitha partitë e tjera parlamentare. Ai tha në një konferencë për media se lëvizja vendvendosje po e merr për bazë ende rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021. Nuk mund të kesh qeveri që sillet në emër të popullit me rezultatin e para 4 viteve, ashtu edhe parti tjera le të sillen me rezultatin e para 15 viteve, tha ai. Avdigjiku tha se ne kemi krizë legitimiteti në qeveri. Ndjekim deklaratën e Avdigjikut. Unë nuk du t'i drejtohem atyre që s'kuptojnë dot nga gjendja politike e tanishme, as nuk du t'i drejtohem atyre që në komfortin më të madh të arrogancës dhe cinizmit preferojnë shkuarjen e çdo 48 orëshe kuvendin e Kosovës pa ndonjë rezultat, duke tallë dhe vendin edhe qytetarët dhe vetën. Unë du t'i flas atyre mendjeve dhe në lëvizjen e vendosje që kanë përgjegjësi për gjendjen e tanishme, që bëjmë përpjekje dalin nga kjo zgjidhje. Tani unë ballafaqohem dhe ne me dy lloj akuzash. Në njërin anë lëvizja vetëvendosje na thotë s'po vini tek ne pa PDK-n, në anën tjetër grupi opozitar na thotë s'po vini tek ne pa lëvizjen vetëvendosje. E kuptoni që kjo s'është tema, s'është qëllimi, s'është fare brenga jonë. Ne kemi një krizë politike sepse kemi pozicione partijake të tanishme. Një pozicion i parë partijak është që lëvizja vetëvendosje dëshiron të bëjë qeverisje vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës. Për shkak të 4 viteve të fundit, për shkak të premtimeve elektorale, për shkak të dallimeve substanciale që kemi në vlera, ky bashkëpunim ka qenë dhe është i pamundur. Në anën tjetër, nuk ka vullnet, nuk ka numra, nuk ka situatë politike që të gjitha partitë tjera disi bëhen bashkë dhe krijojnë një qeveri minimale me 61 vota që nuk i kemi, nuk janë përqendruar vetëm për disa muaj. Unë po flas për diçka konkrete, diçka praktike. Një qeveri që merr këtë krizë dhe e transformon në një mundësi bazike të një riseti politik e besalizuar Republikën e Kosovës dhe na shërben si një fazë emancipuese për ta. Le të ulemi, le të merremi me çështje praktike, jo duke krijuar tema të panevojshme, kush ka faj, kush ka më tepër faj, e kush ka më tepër arsye, por të mirëmi me këto 15 pika. Nëse këto 15 pika bëjnë jetën tënde, familjes tënde, qytetarët e Kosovës më të mirë, për këtë duhet jetë politika sot e Republikës së Kosovës. Prandaj kam shtypur dorën e bashkëpunimit, jo për koalicion qeverisës, po për kapërcim të një pengese historike që kemi politike brenda shqiptare, dhe më gjerë dhe mes komuniteteve, për krijimin e një platforme që na shërben të ndërtojmë një bazë mirë për të ardhmen e Kosovës. Unë nuk kam dëgjuar e nuk kam parë propozime tjera. Po them tani kështu, nëse ka propozime të mençura, pa konspiracione prapa, po do me sjell këtë, do ta sjellësh atë, na i bjerë disa numra aty siç po dëgjoj të tjerët, e ne më pas shohim se çka bëjmë. Kjo politikë ka vdekur. Kuptoni, jemi vitin 2025, do të sillemi me përgjegjësi. Fjala e dhënë, vlerat për të cilat bëjmë politikë kanë rëndësi. Ka shumë rëndësi. Nuk guxojmë të trajtojmë qytetarin tonë si një lesk prej votash që na duhet çdo 4 vjet më pas kemi asnjë përgjegjësi. Le të ulemi bashkë, le të punojmë bashkë, le të emancipojmë dhe edukojmë. Dhe nëpërmjet këtij procesi dhe reformojmë skenën politike të Kosovës, e cila është zhytur në ndarje për plasje e akuzave të tilla, besojmë që i shërbejmë vend dhe gjeneratave të